Shikues të nderuar të televizionit Adeu, jemi në këndin e intervistës dhe do të zhvillojmë një intervistë me Seponarin, shqiptarin nga Tropoja, i cili ka bërë 2750 kilometra nga Anglia drejt Adeut për të vizituar kështu edhe varrin e babait të ndjer. Pra një sfidë që i dedikohet atij, por jo vetëm edhe për ndërgjegjësimin mbi shëndetin mendor. Por për të mësuar më shumë rreth kësaj sfide të jashtëzakonshme, do ta kemi në një lidhje direkte në këto momente Sebin. Seb, të përshëndes. Përshëndetje. Në ecje, ashtu si kundër edhe kryeve sfidë nga Anglia në Shqipëri. Çfarë të shtyll ta bësh gjithë të sfidë të jashtëzakonshme, Seb? Fillova të vrapoj aksidentalisht para 2 viteve gjys, plus minus, me datën 9 janar 2023, eksaktësisht. Dhe nuk e arrita dot ta bëja atë vrapin që kisha vu qëllim 60 kilometra nga shtëpia ime te një punë që kisha në atë kohë. Dhe me i farmirë më kapi natë, si se varova dot. Pas të bëjës të vitje dhe do të arris. Pas i viti arrita më pak se gjashor, por gjeta me vrapin një qetësi. Reflektoj me veten. I diçka të më thënë, si ta them ty, si tip terapia. Edhe një person si puna ime që vun nga mendimet e tepërta vazhdimisht, vrapi ka qenë faktor kryesor që unë të përmirësoj cilësinë e jetës time. Edhe pasi fillova këto vrapimet e gjata, i bëra pyetje vetit, pas të 6 muajve që fillova me vrapu, që i bie plus minus para 2 viteve në këtë kohë, po sikur të vrapoj antropoj. Edhe në faktikisht deri këtë vit. Po këtë vit, tash do ta bëj sepse babai bën 10 vjet që ka ndru jetë, edhe do t'ja dedikoj këtë vrapim. Babi, do vrapoj nga shtëpia ime te shtëpia e babait. I kisha vu qëllim vetes për 40 ditë dhe fatmirësisht e realizova për 38 ditë. Në këtë moment tash jam nis për jugun e Shqipërisë. Për në jug, pra ke vendosur që edhe vizitën drejt jugut të Shqipërisë ta kryesh sërish me po të njëjtin ritëm, pra me vrap. Por pse kjo zgjedhje? Pra, the ti the që ja dedikon babait. Por ndërkohë në disa nga intervistat tua ke thënë që është edhe mbi ndërgjegjësimin sa i përket shëndetit mendor, por jo vetëm edhe atij fizik. Absolutisht, shumë e saktë. Unë besoj që se në Angli, normalisht anglisht i thonë mental health, shqip shëndeti mendor. Po do të jemi pak më specifik, çfarë do të thonë shëndeti mendor? Çfarë kuptimi ka? Edhe realisht është mirëqenia mendore, që të jemi mirë, jo vetëm mendërisht, por edhe fizikisht, shpirtërisht. Edhe çdo gjë aty fillon, tek mendja. Duhet të flas për mirëqenien mendore sepse, si thash, unë e kam vujt vetë shumë dhe e vuj prap. Dhe vrapi më ndihmon që ti te kaloj këto mendimet e tepërta që i kemi shpesh. Një nga ato që unë kam të paktën si eksperiencë personale është që nuk ndihem mjaftueshëm. Pakëndsi ka se çfarë bëj, nuk ndihem mjaftueshëm. Dhe në përgjithësi kur e bëj vrapin, përgatitjen ditës, jam i gatshëm për çdo lloj sfide gjatë ditës, sepse realisht jeta vet nuk është e thjeshtë. I ka sfidat e veta. Unë kam një biznes që drejtoj me 50 persona dhe ka sfidat e vetvetes, kam një familje, kam një jetë edhe unë. Nuk vrapoj çdo ditë kështu. Dhe vrapi më ndihmon shumë që të përgatitem. Pra, për ty vrapi deri diku është edhe shërim shpirtëror, por jo vetëm edhe një forcë emocionale. Po sa i përket 38 ditëve nga Anglia për në Shqipëri, ka patur momente që ke thënë do dorëzohem? Absolutisht, asnjëherë. Kur? Sepse arsyeja ishte e fortë mjaftueshëm. Arsyeja është gjithmonë e para, pas objektivit. Në momentin që ne vejmë një objektiv, vejmë një qëllim, që ta arrisim. Po thuaj se shumicën e rasteve, arsyeja pse njerëzit nuk i arrisin, ose që të flas nga ana ime personale, se nuk e kam pas arsyeën e mjaftueshme të fortë.
sa i përket itinerari që ke ndjekur, pra nga Anglia në Shqipëri, ke patur momente në një vend ndalimi ku të është rizgjuar një nga sa i përket dhe historisë të shkuarës, qoftë emocionale, më thënë, çfarë të ka bërë përshtypje dhe dua të ndalem tek njerëzit që të shihni në rrugë tek sa vrapoje. Cili ka qenë momenti i qasjes me to? Pra çfarë ka qenë ajo fjalë të cilët kanë thënë apo çudia e tyre ndaj këtij gjesti dhe sfidët e jashtëzakonshme që ke kryer? Aty kemi jetën, ne kemi pas Screamin 2750 km sfidëse, edhe micep tjetër kishim një code. Edhe njerëzit e skanonin edhe shifshin dhe gjithë kanë shpreh mirë një. Për të vrapu kanë vrapu shumë njerëz dhe më shumë se kaq. Por arsyeja pse unë po e bëj këtë vrapim, edhe mesazhin që kam, është shumë se për të adhuruar dhe ajo ka ndodhur. Vetëm adhurime. Ka pas ta komente normalisht që du t'i le me janë, sepse i bje si puna sa i pike zez me një hapësirë të bardha. Ajo pika zez gjithmonë bie në sy. Por e përgjithshmja ka qenë shumë e mirë pritur. Bëri 2750 km nga Anglia në Shqipëri me zemër për babain tënd të ndjer. Nëse do ta kishe përballë, çfarë do t'i thoje? Dhe të thoja që prapova 2750 km për ty. Dhe të du shumë. Më ke mungu shumë, mungon shumë. Dhe një përqafim real me babin do ishte dhurata më e madhe që unë do kisha në jetë. Baren që i përqafova dhe u letova. U ndjeva i lehtë, hoqja gjithat peshë që e kisha kurriz, sidomos ditën e fundit. Nuk e imagjinoj ndjenjen sikur ta kisha afër. Po sa i përket rrugtimit tënd, pra lidhur me vrapin, do vijosh sërish këtë sfidë në kthimin tënd drejt Anglisë apo do të vijosh të qëndrosh? Pra, kthimi nga Anglia në Shqipëri ishte pikërisht për sfidën? Unë erdha me vrap, por jo, do ikim me avion, nuk do ikim vrap. Ka patur ndjekës që janë frymëzuar nga kjo sfidë? Mesazhet janë të pafund, unë nuk i kam arrit akoma t'i kthej përgjigje gjithëve, sepse janë me të vërtetë shumëta dhe ta që i kam lexu janë shumë frymëzuese për mu. Sepse qëllimi im ka qenë nëpërmjet kësaj eksperience, sfide, emocioni, që ta shpreh dhe ta shpërndaj me njerëzit tjerë. Edhe pikërisht ajo ka ndodhur, sepse shumë njerëz më shkruajnë edhe më thonë faleminderit, më falenderojnë për këtë iniciativë që unë kam marrë për veten time si fillim, por që ato po përfitojnë dhe po inspirohen, po veprojnë drejt një jete më të mirë për veten e tyre. Çfarë më kanë thonë që faleminderit videove tua kam vendosur lejt cigaren. Kam fillu të vrapoj, kam fillu shkojnë palestër, kam gjetë paqe me veten sepse edhe unë jam peng, ka hum vllai, ka hum babai, edhe kështu domethënë kam pas probleme, po filloj të lëviz nga pak të dal. Mirë po, sfida e vërtet faktikisht fillon pas një farë kohe, sepse është i gjota shënosh i diçka, mendërisht ta shkruash pa rëndësi ka. Pastaj ta kuptosh, pastaj të lëvizësh, të bësh diçka për atë punë dhe ta ndjekësh. Kjo është e katërta që ti rrish në gjitë. Sepse shpeshherë ne i bëjmë këto 3 fazat e para dhe ngelim te ajo e katërta. Du të kesh disiplinë, vetë disiplinë. Jo disiplinë domon nga i dikush tjetër, se disiplinë jashtë, do të jenë mëshme. Të vraposh 73 kilometra mesatarisht për 38 ditë, se sot është dita numër 41 që unë vrapoj, por po e themi nga Kebrigji në Tropoj, nuk është kollaj. Edhe do disiplinë të fortë që pak rëndësi ka se si ndihesh. Prap duhet ta bësh. Sepse po pritem unë ndi mirë gjithmonë, mirëpafshim. Asgjë s'arrihet.
Kështu që besoj që po bëj një impakt mirë në ato njerëz që i shohin videot e mia dhe uroj që kjo të vazhdojë dhe do vazhdoj, sepse nuk do ndaloj me kaq. Nuk është se duhet bëhem influencues, as bëhem youtuber, as mund të filloj jetën time kur kthehem në Angli, por video do publikoj vazhdimisht. Jo për vrapin, por për jetën. Sa i përket të sfidës konkrete, pra me vrap nga Anglia në Shqipëri, janë 2750 kilometra që ti ke bërë, nga ana teorike dhe praktike. Kanë qenë gjatë gjithë kohës, pra çdo orë, çdo minutë, çdo sekond në vrap, apo ke bërë dhe ndalesa, pra nëse mund të kemi një rezume të gjithë asaj të cilës ti ke përjetuar për rreth 38 ditë vrap. Mhm. Momentalisht, do të thonë tash kam ndalu, edhe kam pushu këtë orën. Deri tash kam bën 24 kilometra. Këtu pse është malor. Edhe mund të rastisi që hec, sepse është e pamundur vraposh edhe në malore. Ndalesa jo, siç kam bota tash një ndalesë që po komunikoj me ju. Takova ca kushërish para ndalova 5 minuta, por në përgjithësi edhe ushqimin e haj duke hec. Gjatë kohës që unë jam në vrapim e sipër. Vides edhe njerëzit ta bëjmë foto, ndaloshin makinën, edhe ju thosha, ecë me makinë pak më para, ndalo, zbrind tokë, edhe po ndaloj sekond, bëj foton edhe ikim, sepse po ndalova kështu unë, të kam të mia nuk funksionojnë më, sepse janë të lodhura. Por gjatë kohës në vazhdimsi, këto rezistojnë sepse janë grofta dhe muskuli është në formë, nuk është më e thjeshtë, më kollaj, kurse po ndalova shpesh, në fillim e provova ashtu ndaloj çdo 25 kilometra, të bëj pushim, por ishte shumë e vështirë me rifillu, kështu që vendosa të rri në vazhdimsi, domethënë, hecje, me vrap, vetëm qofse haj ushqim ose pi ujë, ose është malore, përndryshe me vrap. Folje për shëndetin mendorse, po kjo temë është tabu ende në vendin tonë. Çfarë do të thojë të gjithë shqiptarëve të cilët edhe për shkak të problemeve të cilat kanë e konsiderojnë tabu sa i përket edhe qasjes me psikologët, por jo vetëm, edhe të shprehin ndonjë problem apo shqetësim të cilët ata e kanë? Ato që e vujnë do thosha merr përgjegjësi. Merr përgjegjësi. Unë jam përgjegjës. Mbase nuk është faji aty ka ndodhur. Mbase është faji i botës, i familjarëve, i shoqërisë, i shtetit, pa rëndësi ka i kujt. Por përgjësia që të bëj diçka për jetën e vet, është vetëm e personit. Jo po më bërë pa drejt, si e i vetmi. Gjithëve na bëhet e pa drejt. Edhe ajo është ajo që na vret më shumë e më. Kur na bëhet e pa drejt. Edhe ne për faktin që i majmë mren, ajo na myt fare. Për ato që ka një njeri që vun, do ju thoja që ti dëgjojnë. Jo ti kritikojnë, jo ti këshillojnë, vetëm qofse ato e kërkojnë këshillën, por përndryshe vetëm ti dëgjojnë. Sepse personi që po e vun, ndihet i kuptuar, ndihet i dëgjuar dhe i kuptuar, ndihet i sigurt dhe do flasi prap. Edhe avash duke fol, lirohet. Dhe pastaj filloi shef edhe më qartë, sepse mendon më qartë. Pa çka videove dhe fotove të cilët i ke publikuar edhe në rrjetet sociale, çfarë ka mbetur mes teje dhe asfaltit sa i përket atyre 2750 kilometrave nga Anglia në Shqipëri? Unë sot mbyll 3000 kilometra. Ne shpeshherë mendojmë që është e pamundur, është shumë larg, është e paarritshme. Normalisht. Se gjëja më e vështirë për çdo gjë është si fillim ta besosh që është e mundur. Është një fillim i marr. Pastaj të marrim një hap në drejtimin që ne duam. Pa rëndësi ka sa keq je në këtë moment. Gjithmonë du të marrësh një hap. Drejt asaj që ti do. Në këtë rast për shembull ka njerëz që kanë ëndra duan të arrisin e majet e majeve financiarisht, shpirtërisht, emocionalisht e me radhë. Por në njëjtën kohë ka njerëz që janë myll në një ambient ku nuk dalin dot sepse mendojnë që nuk ka rrugëzidhje. Dhe unë them, mjafto të bësh i hap,
Staj hap tjetër. Edhe me radhë. Hap pas hapi, si që bona unë 3.000 kilometra, shumë shpejt se do t'i mbyll. Do dalsh nga një ambient, do dalsh nga një situatë, do shikosh mrapa dhe do thush. Me të vërteta i hapi i parë ja ka vlejt. Por ai hapi i parë do marr. E shpeshherë e gjejmë shumë vështirë dhe unë them që është e mundur. Vetëm të ke besim vetvete. Sep, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Lutem, faleminderit juve. Mirupafshim. Rrugë të mbar.